bisedojmë me zotin Milezim Gashi. Mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit që më bashkohesh në studio këtë herë. Zgjedhjet në Kosovë. Do ta nis me Kosovën për të kuptuar se si ju e shihni politikën e Kosovës përballë aleatëve fillimisht. Pra, çfarë sinjalesh po na vinë? Po realisht deklarimet e fundit edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit Amerikan është një sinjal i qartë për shkak se mos deklarimi direkt, zakonisht kemi pa ambasadet amerikane që në Prishtinë që deklarohen se për këtë elementeve teknike dhe politike në Kosovë. Deklarimi i Departamentit Amerikan i Shtetit është një sinjal ta quaj pak ma vetëdijsues në aspektin politik për Kosovën, për shkak se atje në morë epiqendra kryesore cila bën një analizë të thuktë sa i përket informacionet e sakta rreth klimës politike në Kosovë. Andaj ta quaj ish kryeministrin, domethënë Albin Kurti, i cili është barikaduar si kamikaz, ta quaj, në thojza politik, i cili me 51% të votave e Kosovën e futin përsëri në prag të zgjedhjeve, andaj i tërë faturimi, i tërë elementi i raporteve i cili ka shkuar në Departamentin Amerikan të Shtetit, diku rreth 70% faturohet zoti Kurti si e penguesi më i madh i moszgjidhjes së presidentit të Kosovës, sepse në këtë rast, Departamenti Amerikan e Shtetit, në kuadër të ambasadës amerikane në Prishtinë, ka dikasterin kryesor i cili monitoron kuvendin e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Domethënë, në çdo seancë, një përfaqësues i ambasadës amerikane është prezent prej themelimit të shtetit të Kosovës. Kuptoj, po. Pati një diskutim. Ishte zona Osmani që pretendonte se kishte mbështetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës duke përmendur në publik komunikimet e saj të erpashershme me Donald Trump. Ndërkohë, një tjetër kandidate që thoshte jam e përzgjedhur nga Amerika, a u lexua qartë qasja amerikane për zgjidhjen e Ngërçit dhe a kanë patur një seriozitet për imponimin e zgjedhjes së presidentes dhe që su dëgjua nga Albin Kurti, apo ishte thjesht retorik politike duke përdorur fragmente dhe në marrëdhëniet që kanë pra pikërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodhi realisht? Shiko, biografia e zonjës Osmani në aspekt me zotin Kurti në shtëpinë e bardhë në Departamentin Amerikan të Shtetit është një larg sa i përket konektimit të situacioneve të caktuara, sepse zonja Osmani ka qenë shumë herë para zotit Kurti dhe që kur s'ka qenë zoti Kurti kryeminist, andaj krijimi i PR-it ta quaj i zonjës Osmani në nivelin diplomatik me një farforme e penalizoi zotin Kurti për shkak se zoti Kurti në mënyrë publike çdo herë thotë që ne mund t'i ndëgjojmë ndërkombëtarët, por nuk do të vendosim çka thonë ata. Kështu me një farforme Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë distancuar nga politika e zotit Kurti, andaj si element taktik, pushiet shumë qartë që aty normal që do të ketë skenare amerikane për zonin e Osmanit që do e ngrisin me një epicendër dhe me një fokus të lartë. Ne kemi me pa shumë afër e cilat kanë me qenë reagimet e departamentit dhe ambasadës amerikane në aspekt me zonin e Osmanit dhe Kurti. Ne veçidim raportet si figurojnë në letra, sepse raportet që shkruan nga qeveria Kosovës dhe presidencia dhe shumë institucione tjera relevante në Kosovë, të cilat i drejtojnë mekanizmit amerikan, ne kemi të qarta raport. Jënë dallime substanciale e raporti i kryeministrit në aspekt me raportin e presidencës dhe me shoqërinë civile në aspekt në gjitha krizat në Kosovë. Andaj është një shpërputhje e lartë sa i përket elementit amerikan në aspekt mes qeverisë dhe presidentes ka qenë. Domethënë, kjo është nuk është një fraksion tani, ne kemi pa këtë fraksion që ju ndanë në letra, sa i përket Kurtit ma herët, jo vetëm tani, po kanë qenë në fraksionin ma herët. Kurti u lehtësua nga seksionet gjithkohës që ishte në pikun e këtij debati që duhet zgjidhte presidente. Nuk pam që distancoheshin vendet dhe të drejtohen ose të jepnin sinjale të qarta që janë kundër Kurtit edhe po mbështesin fort Osmanin. Si e lexojmë nga jashtë. Po realisht Kurtin e minimizoj dhe nuk e fajsoj në plotni për shkak se opinioni publik nuk e din që numrat në parlamentin e Kosovës, brenda vetëvendosjes, zoti Kurti, ashtu si që unë i kom informatat të brendshme, nuk i ka pas dikun rreth 8 vota, brenda vetëvendosjes që në rast se kandidon në zonin Osmani mund t'i merë. Pastaj me pamor edhe lidhjen demokratike ka pas të pamundur në këtë situacion. Me këta numra politik ta zgjedh presidentin. Andaj kalkulimi ti diplomatik, për herë të parë që e zbut një retorik të quaj publike, është hera parë një kryeministri si zotni Kurti
se me një farformë distancohet nga fjalimet e rënda, fjalimet ofenduese ndaj subjekte politike. Për shkak se brenda subjektit vet ka njerëz të qarje, jo të qarje, po të instaluar nga ish subjekte tjera, të cilët i ka pas të gravituar brenda lëvizjes vetëvendosje, andaj dikun rreth 7 deri në 8 deputet zoti Kurti këtë javë ka thonë edhe liderëve opozitarë të cilët ka pas seriozitet. Po ne nuk shkuam dot deri tek testimi i kësaj që po ju po thoni. Ne pam publikisht vetëm Albin Kurtin që në mënyrë kategorike ishte kundër Vjosa Osmanit. Jo, Albin Kurti ka qenë kategorik kundër Partisë Demokratike të Kosovës. Me lidhjen demokratike të Kosovës nuk ka pas mundësi me garantu me numra, sa i përket parlamentit të Kosovës, sepse Albin Kurti nuk ka pas mundësi që listën serbe ta inkorporoj, t'ja kryoj kurumin që ta zgjidh presidentin e Kosovës. Se duhet del ke Serbia, po çfarë është sot Vjosa Osmani në politikën e Kosovës? A mund ajo të jetë dominuese? A mund ajo të jetë faktor në krijimin e qeverisë bashkë me Kurtin? Kur them dominuese, të del me vota për mbi Albin Kurtin. Realisht kemi një rikthim. Se s'kan sondazhe. Jo, shiko, kemi një rikthim një situacionit të Vjosa Osmanit kur ka qenë në LDK. Ne e dim shumë saktë që Vjosa Osmani edhe njëherë ka garuar me zotin Kurti, ku rreth 5.000 vota Kurti ka dalë para zonës Osmani në vitin 2019, në garën për kryeministë. Domethënë, ne parashojmë një garë shumë të fuqishme sa i përket Vjosa Osmanit dhe zotit Kurti. Domethënë, lidhja demokratike çdo herë ka bë taktizime sa i përket, sepse ne kemi ka pas shumë rame, po edhe ngritje të menjëhershme. Realisht elektorati i lidhjes demokratike din mu mobilizu dhe të kthehet në fuqi politike. Andaj zoti Kurti si shihet haptas ka një interes të madh që lidhja demokratike e Kosovës jetë një parti dominante sa i përket si subjekt mes dytit të parit. Realisht me një farforme se zoti Kurti është që 6 vite kryeministër, andaj pensionimi tina mundet me ndodhe një muaj. E shef Vjosën kryeministra? Vjosa në këtë rast do të kryen garë për presidente. Lidhja demokratike ja ka dhe numër 1. Ta thëmë kështu publikisht, sa i përket pozitës e presidente, kurse kandidati numër 2 është i kalkuluar për pozitën e kryeministrit. Domethënë është një marrëveshje mes LDK-s dhe Vjosa Osmani që ajo të kthehet dikun rreth me 20 kandidat brenda lidhjes demokratike të Kosovës dhe të kandidoj në garën e zgjedhjeve që vinë në qershor. Investimet e Serbisë pas sanksioneve, 2.4 miliard euro në ushtri. Së bashku ne e kemi diskutuar në mënyrë koherente dhe ju keni ngritur alarmin për atë se çfarë ndodh underground në Serbi, duke parë si një lloj rreziku ose për tu evidentuar çfarë ka ndodhur. Që Serbia armatoset nuk është lajm i ri, sepse ne kemi ditur, po tani duket se ka një moment tjetër që e lidh atë edhe me ndërkombëtarët dhe na tregohet forca, kur them na tregohet, nuk flasëm për Kosovën, flas për gjithë rajonin ton, nëpërmjet këtyre parave që shkojnë pikërisht në ushtri. Po çfarë po ndodh atje? Po realisht krijimi i konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë, Serbia ju kriju një farë tampon zone e rrezikshme sa i përket ta quaj destabilizimit të brendshëm politik, për shkak se në Serbia ka kalu dikun rreth 10 vite luftë me Ballkanin, andaj strukturat kriminale të cilat janë të inkorporuar brenda kabinetit e presidentit të Serbisë dhe njëkohësisht të cilat janë të inkorporuar në ushtrinë e Serbisë, e ka pas të pamundur që të bëj tërheqje taktike sa i përket deklarimeve rreth Ukrainës. Po Serbia në sistemin ta quaj taktik dhe diplomatik në aspekt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kategoritë të treta, ta quaj me Shtetet e treta, arriti që industrinë e vet të armatimit, zoti Vučić ka deklaruar se fabrikat që prodhojnë gjëra ushtarake nuk prodhojnë çokoladë, po prodhojnë arsenale ushtarake. Andaj, diti me taktizu elementin e shitjes së armatimit, andaj disa industri të cilat gjenden në Serbi, prodhojnë për kompanitë e treta, të cilat kompanitë e treta direkt armatimi shkon në favor të forcës pro-perëndimore, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëkohësisht edhe lufta e cila po zhvillohet në Ukrainë dhe në disa vende në lindjen e mesme. Andaj Serbia krijoi një korridor taktik
i cili jam mundësoj Serbisë të rehabilitohet, ne kemi diskutuar dhe çështën e protesta këtu në studio me ty. Do të thonë me një farë forme e shifni ju se sa shpejt u rehabilitua elementi i popullit. Gjeti rrugdalje. Do të thonë me një farë forme krijoi një korridor sepse mbushi arkat e shtetit dhe arriti që Serbinë mos Fal aftësive diplomatike. Fal aftësive diplomatike. Ka të frikshme nëpërmjet akademisë atje ne kemi analizuar. Është një strukturë e organizuar e fortë. Prandaj kur them frikshme për këtë e kishë pra të fortë. Ne bëjmë çdo herë një krahasim, po të kishte Shqipëria një fuqi, një 30% e industrisë armatimit. Me një farë forme do të ishim fuqi ballkanike e shitjes armatimit, nivelin e konflikteve në linjën e mesme të caktuara. Andaj Serbia diti me taktizua elementin e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, dhe njëkohësisht mbajti një raport pending me Rusinë që nuk i futi sankcione direkte sa i përket ju patë me gazin rus, ju dha një hapësirë dhe një akomodit, për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i intereson që Serbinë shumë shpejt do ta shohim në NATO, për shkak se ka një fuqi ushtarake, do të thonë kalkulohet me një numër të arsenalit madh që i cila ka të trashëguar jo nga serbët, por nga ish sistemi Jugosllavisë, andaj është me një mbikëqyrje shumë të fuqishme. Shteti fort, për shkak se edhe NATO tash ka një seli në Beograd, e cila monitorohet dhe po adaptohet sistemi NATO, që gradualisht sistemi ushtarak Serbisë të inkorporohet në shumë shpejt në NATO. Këto veprimet e fundit, çfarë shqetësimi kanë sjellë, sepse po themi që ambasadori, pra, i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka porositur që Serbia duhet të përmbahet nga bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me partner të sigurt, duke theksuar se ardhme strategjike do të jetë tek perëndimi etj që ne thamë. Çfarë vjen së fundmi si indikator ose si element? Si element ne dim që pas nënshkrimit të marrëveshjes mes Kroacisë dhe Shqipërisë dhe Kosovës, normal që Serbia këtë betejën e bën në aspektin ekonomik, se ajo tenton realisht të shet armatim edhe Kroacisë edhe Kosovës edhe Shqipërisë në të ardhmen. Ne kemi me pa edhe vetë që e ka një industri shumë të zhvilluar. Logjikisht, po. Do më thonë në aspektin e zhvillimit. Andaj, ne shohim Serbinë si target të qitjes, do më thonë një zëherë, po një zëherë Serbia i ka dikun rreth 4-5 veprime para krejt Ballkanit, i cila ka ditë edhe korridorin e lindjes së mesme, bashkë me Turqinë. Ta shfrytëzojmë në mënyrë ilegale dhe pastaj ta fut në aprovimin e vetë legal në brenda shtetit vetë. Serbia e ka taktizu këtë element shumë mirë dhe Shqipërisë i ka ikë nivel diplomatik për shkak se ne kemi besu që zhvillimet që kryeministri i Shqipërisë ka zhvillu, ne i lexojmë në pikpamjet tona ashtu, takimit që ka bërë zoti Rama në vendet arabe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi menduar që Shqipërisë do i vjen një linjë industrisë armatimit dhe do e shfrytëzojmë një korridor të madh sa i përket lindjes së mesme, sepse Shqipëria ka potencial të kemi industri të armatimit, andaj Shqipëria ka mbet 5 hapa mbrapa sa i përket Serbisë me aleatët, sepse ne Turqinë nuk i kemi aleat, ne në këtë muaj realisht të japim informacionin për publikun, dikun rreth 100 investitor dhe të vinë nga Turqia bashkë me Erdoganin e Beograd, të cilët do të nënshkruajnë miliarda marrëveshje. Edhe sankcionimi i Serbisë nga Bashkimi Evropian, llogaritë nivelin diplomatik, lojrat e Serbisë si e amortizon elementin popull, Serbia tani u fut me 100 miliona euro në embargo nga Bashkimi Evropian, njëkohësisht paralelisht e organizon një tubim i cili ka një reputacion zhvillimor ekonomik nga Turqia me 100 investitor më të fuqishëm në Turqi. S'është hera e parë. Jo, hera e dytë tani. Kjo është hera e dytë që këtë dohet. Jo, këtu është elementi taktik. Që ata kanë marrëveshje konkrete, nëse ne kemi show ose deklarata. Ne kemi xhamia nga Turqia. Po këton, atje zhvillohet leku dhe zhvillohet industria. Ne na sjell Turqia xhamia këtu dhe ne orientimi ekonomik shkon në Serbi. Domethënë, diplomacia shqiptare duhet ngrej alarmin kryesor sa i përket raporteve mes Turqisë dhe Serbisë, sepse duhet një nivel tjetër diplomatik, një sulm i madh i qeverisë shqiptare që të ketë një kabinet të fuqishëm ku i bën konkurrencë ekonomike, jo luftë me Serbinë. Ne duhet i krijojmë Serbisë konkurrencë ekonomike, sfida ekonomike, që të kapim tregjet caktuara në aspekt me ekonominë dhe zhvillimin e vendit. Andaj Shqipëria vetëm element që ka, a duhet vetin, turizmin, bregdetin, nuk po kemi mundësi akoma që ta sfidojmë, sepse Turqia ka pikë negative Shqipërinë sa i përket turizmit, se vetëmja kartë që konkuron Turqinë është Shqipëria sa i përket bregdetit dhe ne tani kemi një
një sfidë e madhe me Bregdetin shqiptar, ku një aeroport, i cili e pritim me gzim, e pritim që të lëshohet, e pritim ne që të lëshohet një aeroport edhe ajo blokuar për turizm. Dhe më thonë, është një sfidë e madhe edhe qeveri shqiptarë që të ngrej një alarm të madhe. Jo, më duket absurd që ne të mendojmë që mund të konkurrojmë Turqinë me... Jo, jemi vend i vogël, ne sa për informacion tani, Turqi, dikun rrët 25%, unë isha tash në lindjen e mesme, 25% nuk ka booking të rezervime në Bregdetin turk. Tash llogarit niveli i turizmit mes kësaj dhe asaj. Po do të thonë që Shqipëria duhet të ngrej alarmin edhe këmban dhe të mbledh njerëzit më të dishum të vendi dhe njerë për gjithmonë të konkuron me ekspert dhe të kryoj planimetri të sakta. Jo del kryeministri për çfarë do teme dhe të aranjoj temave të fut ekipet speciale, sepse në diplomaci duhet ekipe operative, njerëz të meqëm, i cilë e shtyn përpara elementit e konkurrencës. Ne Serbin duhet me mujt në aspektin ekonomik, jo në aspektin ushtarak. Në aspektin ushtarak, ai që ka eurot dhe lekun e blen armatim në çdo kohë dhe mund ta krijon industri. Ne duhet ta konkurrojmë Serbin në vijë ekonomike. Ato prodhimi që i bën Serbia, ti bën Shqipëria me njerëz të vet. Ka mundësi teknike mi po. Po, dakord, po kjo është vetëm çështje emri i partnerit se këtë zgjedh. Duhet që edhe partnerët tanë kur të operojnë në vende si Shqipëria, mos kemë për shumë probleme me SPAK-un, po them unë, ose me sistemin e drejtësisë, që ne mos bëhemi pjesë ndoshta e ndonjë oazit të mundshëm për shkak të këtyre partneriteteve që mund të krijojmë në të ardhmen, por që mund të kenë një kosto tjetër pastaj. E them këtë në kuadrin e zhvillimeve që kemi parë së fundmi. Por le të qëndrojmë pak tek Serbia në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju thanë që gjithçka që ka ndodhur është thjesht një lojë taktike që ata kanë përdorur për të maksimizuar fitimet e tyre. Pastaj me analizën tonë përfunduam tek Turqia dhe tek ky aleat i cili ecën krah për krah me shumë të konsiderueshme pra në Serbi. Kush është hapi radhës që duhet të marrë Shqipëria, kush është roli, se po e aneksoj deri diku Kosovën, por shkak të historisë apo potencialit mundësisë zhvillim politike atje. Por Shqipëria, që sigurisht në marrëdhënie nuk është se i kemi të këqija me Serbinë, edhe her pas here janë komentuar tilla, kryeministri është përpjekur ta reflektoj këtë. Shiko, në aspekt me Serbinë, marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Serbisë është, ne siç e dim tani, qeveria ka shkarkuar ambasadorin e vet në Beograd, dhe realisht duhet ta ceki që Shqipëria duhet përgatitet me një betejë tjetër diplomatike që të jetë garë konkurrente me Serbinë, sepse i ka gjitha potencialet që të konkurrojë dhe të barikadohet në aspekt në zhvillimin ekonomik dhe atë ushtarak, sepse kemi një Kroaci që është shumë më zhvilluar sa i përket teknologjisë ushtarake se sa Shqipëria. Andaj kemi mundësi të zgjedhim modalitetin edhe kroat dhe të shkojmë të binjakzuar sa i përket elementit zhvillimit ushtarak. Po, kemi mundësi që të kemi një zhvillim paralel. Kjo i dhem Serbisë mas shumëti, sepse Serbia ka, tash edhe njerë, ka arrit që grupet ilegalit, pastrimit të pareve, nga lindja mesme, nga Rusia, ti vi në korridorin turk dhe kanar në Serbia. Andaj, Serbia është mbush me leksa i përket vis ilegale dhe me një farforme ajo po tenton përmes operatorëve turk të kthejnë në legalitet dhe të fut aksionet e veta ruse brenda teritorit Serbisë. Serbia e bën këtë punë në mënyrë maestrale, jo vetëm tani, po që shumë vite, me një farforme. Cila është gara e Shqipërisë me Serbinë, duhet çdo kryeministër, kushdo që të është kryeministër, si sot si nesër, duhet të jetë i barikaduar në elementet taktik dhe operativ që të orientohet drejt një zhvillimi ekonomik ma të kontrolluar. Dhe më thonë, ata që i takon Shqipërisë duhet jetë, faktikisht. E thonit të prodhojmë dhe ne? Po, realisht gjitha kapacitetit dhe potencialit i ka. Ne dikun rrëth një kalkulimi, një analizë që kemi bo me Amerikanet të në Shqipëri, rrëth një investimi ushtarak që ishtë në sistemin e diktaturës dhe të mbrojtjes të Shqipërisë, ka vlerën dikun rrëth 200 miliard euro në kohën e Enver Hoxhës që në bojnë në teritorin shqiptar. Andaj ne pyetja rrjedh. Ato si kemi më? Shiko. Ato janë për biznese? Shiko, tani. Ato janë xhbër? Tani, janë xhbër. Tani duhet bëjmë pyetje për lider të ri, cili është investimi ushtarak për mbrojtje një vend në rast që kemi një kanosje strategjike nga dikush tjetër. Edhe këtu e kanë përgjigjen. Jemi antar të NATO-s. Po antar të NATO-s edhe thotë jemi. Jo, s'mjafton kjo absolut. Sepse NATO mund të përfundon mandatin e vet brenda NATO, mund të prishë aleancë. Domethënë i kemi pa fërkimet me Shtetet Bashkuar dhe NATO-s, andaj Shqipëria duhet të jetë zoti i shtëpisë vet me njerëzit e vet dhe me fuqinë e industrisë vet, realisht brenda territorit vet.
Dhe ju mendoni se ne nuk po e bëjmë këtë, jemi hapa pas me këtë realitet në rajon dhe në botë, se nuk është vetëm realiteti këtij rajonit, jo. Është realitet botëror, ajo se çfarë ndodh dhe rendi duket sikur po diskutohet. Jo, realisht karta amerikane është që Shqipëria duhet i bëj konkurrencë nivelit ballkanik. Ne duhet jemi garë ballkanik, jo evropiane, sepse numri i banorëve GDP-ja e përcakton atë element me një farë forme. Andaj Shqipëria është orientuar dhe duhet fokusohet drejt një zhvillimi tjetër, se për këtë mbrojtjes së shtetit dhe fqinësisë së mirë. Realisht kemi Kosovën dhe njëkohësisht Malin e Zi, si që përmenëm edhe Kroacinë. Në geopolitike, është qendra Shqipëria, vazhdon të jetë? Po, realisht është qendër dhe ne presim që sipas një informatet të mbrëmshme që komune, do t'jetë një bazë ushtarake amerikane brenda territorit shqiptar, jo ajo e Kuqovës. E pasë ne kemi? Jo, do t'jetë një bazë me një destinim, mund të shkon një vit e gjysë, do të kemi një bazë, nëse ka pjesa e Gjirokastër, sa tje planifikohet jetë një bazë ushtarake amerikane, jo e NATO-s. Me një farforme që ata po kalkulojnë gjërat pak ma herë për shkak që mund ketë ndonjë konflikti mund shumë mes Turqisë dhe Greqisë për shkak territorëve, ose nuk do të fut në ata shketem së është teme delikate. Ku ndodh kjo? Si ndodh kjo? Që ne jemi pjesë e NATO-s, kemi bazë ushtarake dhe ju thoni që për kemi bazë teknike ushtarake. Teknike, shumë mirë që më korrigjon, se s'kam një dije ekselent, po thjesht po kuptoj logjikën e gjës dhe duke ju pyetur, dhe ju thoni që në Gjirokastër për shkak të këtyre zhvillimeve mund të ketë një bazë amerikane. Po, ushtarake, amerikane. Se ka dallim e NATO-s dhe ajo amerikane. Pra, këtë duhet kuptoj. Ne kemi patur ndonjëherë të tillë në Shqipëri? Jo. Për çfarë do duhet? Me realisht për shkak të tensionet që mund ndodhin brenda 2 vite mes ju tha Turqisë dhe Greqisë. Po, pas përfundimit tash të rehabilitimit këtij ta quaj një konflikti teknik mes Iranit dhe Shtetit të Bashkuara, ne do të kemi targetin e fundit që do të rehabilitohet edhe Turqia mes. Është bërë një marrëveshje në dijenin tuaj për këtë apo është vetëm një synim? Besoj që ai korridor furnizues do shkon në adresë caktuar. Po mendoj që rishitja do të menaxhohet në aspektin e përbashkët mes forcat të Iranit, qeverisë Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Andaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi krejt këtij konflikti. Kjo marrëveshje që na sjell në Shqipëri është konkretizuar apo pritet konkretizuar? Është konkretizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga National Security, nga Shtetet e Bashkuara. A bie kjo ndesh me NATO-n? Jo, s'bie ndesh fare. Ne e dim shumë saktë që Shtetet e Bashkuara financojnë NATO-n diku rreth. Edhe është debati i jashtëzakonshëm se edhe ata po rezistojnë disi e po bëjnë thirrje që vendet të tjera të jenë më prezent me çështjen. Do të jemi mirënjohës tërë jetën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sepse ata i parashojnë gjërat shumë më përpara. Edhe krizat që i parashojnë ata ne jemi shumë të vegjël dalim para tyne, para sfida, po do të kemi një fat të madhe dhe ardhin e bazës ushtarake amerikane që unë mendoj që brenda 2 viteve do të bie një vendim që do të vinë ata, do të dislokohen. Ka tjera baza amerikane në rajon? Jo, kemi në Kosovë, po, se këtë do të NATO-s, por realisht është amerikane. Kjo do të jetë baza e dytë me një farë formë. Po si, jo, a thatë është në kuadër të NATO-s? Po NATO mund lëviz me shtabet veta, se NATO është në Kosovë, po si shtab mund lëviz bon stili, mund vjen në Gjirokastër. është një për pikë, do më tonë se këta janë të koordinuar, sa i përket nivelit ushtarak. Shamu në Kuqovë është baza teknike, ku aty mund të aterojnë, mund vinë 100.000 ushtarë në brenda një kohë të shkurtë, për shembull. Po në Kuqovë do të mund ketë, atje në Gjirokastër mund ketë sistemet armatimi, është mbrojtje raketore, këtu tjera më të fuqishme sa i përket Shtetit të Bashkuar. Do t'jetë një riorganizim i ri se për këtë Ballkanit dhe mund kemë një konflikt po shihet shumë haptas mes Turqisë dhe Greqisë dhe ne si shqiptarë duhet tani është kombana që duhet ta futem në një vigjilencë edhe ne të shfrytëzojmë këtë element jemi të forcuar në aspektin ekonomik edhe të prodhimit armatimit se mund të zgjat një konflikt pak më i madh ose në Shqipëri atje më ne jemi akoma në kushtet kur politika këtu diskuton nëse ne duhet kemi një organizim ndërpartijak me ekspertët më të mirë për situatën, kërkohet paktën nga disa eksponent apo ekspert, po s'kan dhënë asnjë lloj sinjali të tillë, ndërsa ju flisni për një rrezik të mundshëm dhe për një pozicionim tjetër, paktën kështu po mendoj unë, të Shqipërisë si faktor në këtë rajon përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës me këtë bazë që thoni për një vit e gjysmë do të bëhet në Gjirokastër, pra në Shqipëri, në Gjirokastër. Mirë,
Unë i përqilli dhe analistat të sigurisë, ma shumë këtë fushën e sigurisë dhe sistemit kibernetik. Realisht, unë i qmej panelistat që në të pamvarë nga politika, se kjo fushë nuk do në veprime politike ose lëbuse për një lider politika. Andaj du t'jenë profesionist në interpretimin e elementit të inteligencës të quaj artificiale, për shumë se është e ardhmja. Ju thoni që kjo të ngjari debat, për te sa shtuat këtë pjesë? Po, është e vërtet. Ndëgjoj debatin për shkak se një pjesë jenë dikun rreth 80% të analistave janë të orientuar nga bloqet politike, domethënë që është Ballkani ka këtë krizë të vetën, realisht. Duhet jemi të orientuar edhe në çështje tjera. Në çështje tjera, po pra duhet jemi ekspert për këtë fushë, po jo shkojmë via politike në fund përfundon jo e shava ato, jo bënë këto, jo bëni farfa. Po si do që tjetë, roli SPAK-ut që ne do fokusojmë është një fluske bukur që ka lindë, realisht duhet ta forcojmë si popull SPAK-ut. T'i lojmë liderët politikë, analistat dhe grupet e caktuar, SPAK-i duhet tërë populli me dhonë fuqi, po SPAK-u duhet jetë i pa anshëm në veprimet e veta dhe njëkohësisht kemi shpresa të shërbimi inteligent i shtetit shqiptar që do të riorganizohet dhe të krijojë një farë update-it sistemit brendshëm. Mirë, ke ngrit disa pikpyetje që duan prapë emisione dhe minuta, kështu që do të vish sërish. Faleminderit për sot.